Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin Muhammad ibn Abdillahi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Me lenin Allah xhalla xhelalu sot do të flasim për vlerën e 10 ditësit të Dhulhijhes. Do ta përsërisim këtë lloj cikli edhe pse kemi marrë në hutbë në një formë tjetër, sepse është e rëndësishme, ku do të tregojmë edhe disa rregulla mbi kurbanin, mbi muslimanin, mbi atë që ka bërë njëtë me bë kurbanin kështu më radhë. Në radhë parë dalim te Dhulhijhe. Dhulhijhe është njëri nga muajt e shenjtë në kalendarin hënor. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famëlar: "Wal fajr wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal watr." Betohet Allahu xhelle xhelalu thot pasha agimin. Pasha 10 netët, betohet pasha 10 netët, pasha çiftin dhe pasha tekun. Tani, për sa i përket agimit bëhet fjalë për agimin e ditës. Për sa i përket 10 netëve, thot Abdullah ibn Abbas, i cili është komentuesi më i njohur i Kur'anit, po bëhet fjalë për 10 netët e ditëve të para të muajit Dhulhijhe, do të thonë 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe. Pastaj thot wash-shaf'i wal-watr, betohem në çiftin, betohem në tekun. Çifti çfarë është? Është dita e Bajramit, që do thot dita e 10 e muajit Dhulhijhe. Dhe ajo al-watr këtu me fjalë teku është dita e 9 e muajit Dhulhijhe, që është dita e Arafatit. Tani, sot është dita e parë, ose më mirë themi e diela, ka qenë dita e parë e muajit Dhulhijhe. Sot me falin akşamit sa për është futur dita e dytë. Allahu subhanahu wa ta'ala kur betohet në Kur'an për diçka, do në tregoj madhështinë asaj çështje, madhështinë asaj gjëje për cilën ai po betohet. Çka do thotë se çdo musliman dhe besimtar sa herë të shikoj dhe të lexoj apo të dëgjoj betimet e Allahut subhanahu wa ta'ala në ajete kuranore të ndryshme, atëherë menjëherë duhet të meditoj mbi të betuarën, mi fal për çfarë është betu Allahu subhanahu wa ta'ala. Në rastin ton, Allahu xhelle xhelalu i ka dhënë rëndësi ditëve të para, netëve të ditëve të para të muajit Dhulhijhe, nga të cilat ditë i ka dhënë rëndësi më shumë ditës së Bajramit, që është çifti, dita e 10, dhe ditës së Arafatit, që i bën të jetë dita e han e ardhshme. Nesër, një javë është dita e dita e tamam, nesër i javë është dita e Arafatit, pastaj vjen Bajrami. Tani lind pyetja: pse Allahu xhelle xhelalu është betuar në këto ditë? Kemi në shumë betime që ka bëu Allahu subhanahu wa ta'ala, kemi argumente të drejtë për drejta, kemi dhe argumente që ne mund t'i përfitojmë nga menditime të ndryshme në mbledhjen e argumenteve. Kurse për rastin tonë kemi fare të qartë, kemi hadithin e Buhariut në sahihun e tij nga Abdullah ibn Abbas, i cili thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Ma min ayamin al-amalu salih ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayam." Nuk ka ditë ku puna e mirë është më e dashur te Allahu xhelle xhelalu se sa këto ditë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për çfarë po bëhet fjalë? Po bëhet fjalë për 10 ditën e parë të muajit Dhulhijhe. E pyetën të çuditur sahabët pejgamberin alayhi salatu wassalam: "Ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah?" Edhe vet lufta për hir të Allahut xhelle xhelalu, ku njeriu mi fel rrezikon shumë gjëra të vetes së tij. Edhe kjo nuk është e barabartë me punët që vepron në 10 ditën e parë të muajit Dhulhijhe. I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Wala al-jihadu", as lufta vet nuk është aq e vlefshme sa adhurimet në 10 ditën e Dhulhijhes, "illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi shay'in min dhalik." Përveç se nëse njeriu del nga shtëpia e tij me vetveten e tij, me pasurinë e tij, dhe nuk kthehet me asgjë për këtyre dyave. Domethënë, e humb jetën e tij për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe pasurinë e tij ka shpenzuar për hir të Zotit në luftë në rrugt të Allahut xhelle xhelalu. Vetëm në këto raste kur njeriu sakrifikon pasurinë dhe vetveten e tij, po në këto raste dobia e këtij që ka aq e madhe sa çfarë do lloj adhurimi tjetër nafile apo vullnetare qoftë, atëherë kjo është më mirë se ato lloj adhurimesh. Kurse nëse po bëhet fjalë pikërisht për adhurime nafile, do të thonë adhurime vullnetare, që njeriu nuk i ka obligime dhe as detyrime dhe as vaxhibe dhe farze, atëherë adhurimet më të mira kushtuar Allahut xhelle xhelalu bëhen pikërisht në 10 ditën e parë të muajit Dhulhijhe. Tani
do të shpjegojmë diçka që është e rëndësishme. Dita e 9 e Dhulhijhes është dita e Arafatit, për cilën ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e agjeron atë ditë, yukaffiru sanata al-madiya wal-baqiya. Dita e Arafatit, agjërimi në atë ditë shlyen të gjitha mëkatet e vitit të kaluar dhe ato mëkatet e vitit që do të vinë. Domethënë, jo vetëm që ka shly mëkatet që kanë kaluar para një viti, por në të njëjtën kohë do të shlyej dhe mëkatet që ti do të bësh ti je sot në ditën e Arafatit. Ajo që do të vijë një vit pas ditës së Arafatit, atëherë do të falen. Atëherë thot njeriu me fjalë, atëherë që ka rahat këtë çështje. Po agjeroj vit për vit Arafatin me fjalë dhe janë fal gjunahet. Po bëhet fjalë për gjunahet e vogla. Sepse gjunahet e mëdha me ixhman e ummetit, me fjalë të gjithë dietarët kanë rënë janë të një mendimi që gjunahet dhe mëkatet dhe gabimet e mëdha duan patjetër çfarë? Pendim, taube te Allahu xhalla xhelalu. Madje kemi një hadith tjetër pejgamberit alayhi salatu wasalam i cili thotë es-salawatu fima bainahunna, namazet ndërmjet tyre, wal jumu'a ila al jumu'a, jumaja deri në xhuman tjetër, wa ramadanu ila ramadan, dhe ramazani deri në ramazanin tjetër, janë shlyerje për të gjitha mëkatet. Thot idha kabair, nëse ti u ruhesh mëkateve të mëdha. Çka do thotë që nëse ti nuk ruhesh mëkateve të mëdha, gabimet dhe gjunave të mëdha, jo vetëm që nuk falen me fjalë të voglat, por ato do të shumohen me njëra tjetrën, pra të bëhen bashkë të mëdha dhe të vogla bashkë. A nëse ti ruhesh nga gjunahet të mëdha, automatikisht gjunahet e vogla falen madhurime të veçanta gjatë vitit, siç është agjërimi në ditën e 9 të Dhulhijhes, që quhet dita e Arafatit, ose namazet ndërmjet tyre kur i fal njeriu në kohën e vet, ose në xhuman kur e falën xhuman me rregullat e xhumas të plota, ose Ramazani deri në Ramazanin tjetër. Të gjitha këto janë shlyerje për mëkatet e vogla dhe jo për mëkatet e mëdha. Tani, nëse thuhet që dita e Arafatit është dita më e mirë e vitit, atëherë çfarë i ngeli natës së Kadrit? Nëse themi që 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe janë ditët më të mira, atëherë çfarë i ngeli me fjalë 10 netëve të fundit të Ramazanit? Për këtë kanë dhënë xhevap ulemat, dietarët, kur kanë thënë se kur po bëhet fjalë për Arafatin, po bëhet fjalë për ditën. Kur bëhet fjalë për Kadrin, bëhet fjalë për natën e Kadrit. Me fjalë, kjo është dita më e mirë, ajo është nata më e mirë. Kurse kur bëhet fjalë për 10 ditëshin në Dhulhijhe dhe 10 netëshin në Ramazan, po bëhet fjalë për ditët e Dhulhijhes, janë më të mira në të gjithë vitin, kurse netët e Ramazanit të fundit janë më të mira në gjithë Ramazanit dhe të gjithë vitin. Pra po bëhet fjalë për ditë dhe për net. Për sa i përket ditës, dita e Arafatit është dita më e mirë në të gjithë vitin që duhet agjëruar. Po bëhet fjalë nesër mas javë. Do të thënë jo këtë han, po të tjetrën, do të thënë një ditë para Bajramit që i bën ditë hane. Kurse nata më e mirë është nata e Kadrit, për këtë nuk ka diskutime. Kurse për sa i përket 10 ditëve, bëhet fjalë për ditët dhe jo për netët. 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe, veprimi në to është më i mirë se në të gjithë ditët e vitit. Kurse në netët e fundit të Ramazanit, ato net janë më të bekuara, më të begata në të gjithë netët, jo vetëm të Ramazanit, por në të gjithë netët e vitit. Një nga arsyet pse 10 ditë që i parë i muajit të Dhulhijhe janë ditët më të mira kur ne sapo jemi futur, do të thonë, çfarë do lloj pune e mirë qoftë ajo? Qoftë namaz, nafile, qoftë agjërime, qofshin lexime Kur'ani, qofshin dhe dëgjime të mësimeve, se edhe mësimet janë një adhurim me vete. Për shembull, kemi hadithin që transmeton Imam Ibn Majah në Sunenin e tij nga Abu Huraira, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men jaa masjidi hadha lam yatihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah." Kush vjen në këtë xhami, thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, domethënë në njërin prej xhamive të Allahut xhalla xhelalu, me qëllim, me niyet që të mësoj diçka të mirë, ose atë të mirë t'u mësoj të tjerëve, atëherë do ta ketë shpërblimin sikur luftëtari që del me luftu në rrugt të Allahut xhalla xhelalu. Në fjalë, aq i madh është shpërblimi atyre njerëzve të cilët vinë në xhami në mënyrë që të dëgjojnë diçka të hajrit, të përfitojnë diçka, a nëse bëhet e mundur që pasi përfituan vetë këtë mirë t'u japin, t'u kumtojnë dhe të tjerëve, pra masi mësuan t'u japin këtë mësim dhe të tjerëve, atëherë kjo është gjëja
më e mirë dhe është një adhurim me vete. Kemi hadithin tjetër që e transmeton Imam Tabaraniu në Mu'xhemin e Madh, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibada. Vlera e diturisë është më e madhe se vlera e ibadetit, vlera e adhurimit. Nëse ti mëson meselet fetare, nëse mëson fjalën e Allahut xhalla xhelalu, komentimin e fjalës së Zotit, nëse mëson dituritë e shariatit, dituritë fetare, pra është më e mirë për ty se sa të adhurosh Allahun xhalla xhelalu me adhurime vullnetare. Pse? Sepse nëpërmjet adhurimeve vullnetare individuale ti i sjell dobi vetvetes tënde. Ti i sjell dobi vetvetes tënde. A nëse kërkon dituri me njët që të mësosh vetë, të largosh ignorancën dhe këtë dituri të japësh njerëzve të tjerë, atëhere bëhet fjalë kur dobia nuk është më në vetveten tënde, por kalon tek njerëzit e tjerë. Atëherë çfarë do thotë kjo? Sa më e madhe të jetë dobia, aq më shpërblime do të kesh ti o njeri. Atëherë ne mos të neglizhojmë pikërisht në këto ditë të mira të muajit Dhulhijhe dhe ditën e parë, por të mundohemi sa të kemi mundësi të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Allahu xhalla xhelalu adhurohet qoftë dhe duke bërë dhikr nga më të thjeshtat, duke thënë la ilaha illallah. Nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahu xhalla xhelalu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dhikri la ilaha illallah. Dhikri më i mirë, përkujtimi më i mirë është fjala la ilaha illallah. Pse? Sepse nëpërmjet kësaj fjale ti jo vetëm që kujton dhe përmend Allahun xhalla xhelalu, por ripërtërit dhe rinovon besimin tënd në zemrën tënde, e forcon besimin tënd dhe në të njëjtën kohë të bëhet zakon dhikri dhe fjala më mirë që është la ilaha illallah, në mënyrë që t'i japësh një lloj garancie vetvetes tënde të vdesësh me këtë fjalë. A nëse ky lloj dhikri shumohet pikërisht në ditët e para të muajit Dhulhijhe, shpërblimi është akoma më i madh. 2 rekate namaz në 10 ditën e parë të muajit Dhulhijhe është më i mirë se 2 rekate namaz në ditë të tjera. Ashtu dhe këndimi i Kur'anit, ashtu dhe agjërimi i ditëve të ndryshme gjatë 10 ditëve të parë të muajit Dhulhijhe. Domethënë njeriu mos të neglizhojë, a nëse ka të vështirë të agjërojë, a nëse ka vështirë për shkak s'ka kohë të fal namaz, atëherë është në punë, është i zënë me punë të ndryshme, me hall dhe probleme dhe siklete të ndryshme. Çfarë mund veprojë ky njeri gjatë punës së tij? Thot la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, e madhëron, e lavdëron, e madhëron, e adhuron Allahu subhanahu wa taala dhe përmend atë ai sa ka mundësi, dhe kjo është një adhurim me vete. Shikojmë për shembull, përveç ditëve të mira që këto janë ditë të mira, pra për sa i përket adhurimit në ditët e para të muajit Dhulhijhe, bëhet fjalë një nga arsyet dhe urtësitë e mëdha pse këto ditë janë më të mira, sepse pikërisht në 10 ditën e parë, edhe pas në 10 ditën e parë deri në ditën e Arafatit është më kryesore që është dita e Arafatit, pastaj edhe pak më pas me fjalë janë ditët e Haxhit, kryen ritet e Haxhit, ku të gjithë haxhilerët, qofshin 3 apo 4 milion vet, mblidhen në atë që quhet Kongresi Vjetor i Muslimanëve në Mekë, të cilët manifestojnë çfarë? Tubimin më të madh paqësor që shef dynjaja me fjalë ose e gjithë bota, gjë e cila përsëritet vit për vit. Mblidhen 3-4 milion vet atje dhe të gjithë të veshur me një uniform dhe të gjithë madhurojnë Allahun xhalla xhelalu duke thënë labbaik Allahumma labbaik, të përgjigjemi ty o Zoti ynë, labbaik Allahumma la sharika lak, të përgjigjemi ty o Zot sepse ti je i vetëm dhe nuk ke shok dhe as ortak. Domethënë vin me kuptimet e fjalës la ilaha illallah, inel hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Po ashtu me fjalë falënderimi, gjithë falënderimi është vetëm për ty, madhërimi është vetëm për ty, lëvdatat janë vetëm për ty, ty të takon sundimi, ti je i vetëm, nuk e shok dhe nuk e ortak. 3 milion, 4 milion haxhiler përsërisin vazhdimisht gjatë ditës dhe gjatë natës pikërisht këtë lutje të madhe. Është një lloj mesazhi ku Allahu xhalla xhelalu u tregon mbar njerëzimit që nëse ti o njeri tregosh arrogancë
madhërisant dhe nuk do të madhërosh Allahun xhelle xhelalu, i cili është krijuesi yt, i cili të krijoi dhe të furnizoi, atëherë dije mirë se Zoti ka kriju njerëz të tjerë, ka kriju dhe krijesa të tjera, të cilët e madhërojnë, e falenderojnë, e lavdërojnë dhe përmendin Allahun subhanahu wa taala. Desha apo s'deshe ti, harrove apo s'harrove ti, i tregove neglizhent ose jo, ka kush adhuron, madhëron Allahun subhanahu wa taala. Problemi është që çfarë të përfitojmë ne, mos kujtoni dhe mos mendoni se ata që ikën në haxh, ata që shkuan të kryen rritet e haxhit, atëherë shpërblimet do të jenë vetëm për ata. Shpërblimet do të jenë dhe për ata njerëz të cilët mundohen në 10 ditën e parë të muajit Dhul-Hijjah, çfarë? Të madhurojnë dhe të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, dhe nuk ka adhurim tjetër më të mirë. Nëse njeriu shikon pamundësi në vetveten e tij për ta madhuruar Allahun subhanahu wa taala, mundet mjafton të mbyll gojën e tij, mos flas keq për njerëzit. Mos të përgojoj njerëzit, mos të merret me thashëtheme, mos të merret duke hulumtu dhe gjurmu të metat e tjerëve, duke thënë që ky është i mirë dhe ky është i keq, kjo palë është e mirë dhe kjo palë është e keqe, kjo palë meriton xhenetin dhe kjo palë meriton zjarrin, kjo palë është shpëtuar dhe të tjerët janë të ndëshkuar e kështu me radhë. Biletat nuk mund t'i presi njerëzit, e ka caktuar Allahu xhelle xhelalu, gjykuesi suprem, se kush janë të mirët dhe kush janë të këqind. Thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famëlar: Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Shtëpia e parë që është vendosur si adhurim ndaj Allahut xhelle xhelalu, që është vendosur në tokë, është pikërisht ajo që është në Mekë. Po bëhet fjalë për Ka'ben, thot është e bekuar dhe udhëzim për mbar njerëzit. Është udhëzim jo vetëm për haxhilerët, por edhe për muslimanët dhe besimtarët e tjerë që mundohen të madhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Tani do të kalojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala tek 2-3 mesele të cilat janë tepër të rëndësishme në gjykimin e agjërimit të këtyre ditëve dhe në gjykimin se a është detyrë kurbani apo jo. Çka do thotë se nëse është detyrë kurbani, ne do të shikojmë se a është detyrë pastaj që mos të priten flokët dhe as mos të prehen thonjt pikërisht në kohën kur njeriu vendos që do të bëj kurban që në fillimin e ditëve të Dhul-Hijjes. Kemi një hadith që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë: Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iman fil 'ashri qattu. Nuk e kam parë asnjëherë pejgamberin alayhi salatu wasalam të agjëroj të gjithë ditët e Dhul-Hijjes. Ky është hadith i saktë që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Këtu janë gatuar disa njerëz, më të mirë themi, më tepër janë në kohët që po jetojmë nga bashkohor me fjalë, s'po bëhet fjalë për mëdhëbet dhe dietarët e mëdhenj të umetit që kanë kaluar në 3 shekujt e parë të selefëve të mirë, bëhet fjalë për sahabët, tabiinët dhe tabiinët, po bëhet fjalë disa janë gatuar duke thënë, duke qenë se Aisha radhiyallahu anha po na tregon fare qartë në hadithin e saktë që transmeton Imam Muslimi se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk i ka agjëruar asnjëherë 10 ditët e Dhul-Hijjes. Atëherë edhe ne nuk du të agjërojmë këta njerëz. Pse? Sepse nëse veprojmë diçka që nuk e ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam, atëherë kemi ardhur me njerësi, domethënë kemi bërë bidat. Mirë, po lind pyetja, si ka mundësi që të gjithë ulemat në shekujt fatlum, qofshin prej sahabeve, qofshin prej tabiinëve, apo qofshin prej tabiinëve, apo prej mëdhëbeve, të gjithë kanë thënë se është e pëlqyeshme të agjërohen 9 ditët e para të muajit Dhul-Hijje, sepse dita 10 nuk agjërohet, sepse është dita e Bajramit. Si ka mundësi në mesin e sahabeve të kenë kundërshtuar pejgamberin alayhi salatu wasalam? Abdullah ibn Omeri, i cili ka qenë njeriu që më shumti e ndiqte traditën profetike, edhe ai i ka agjëruar 9 ditët e para të Dhul-Hijjes, përveç ditës së 10, sepse është ditë Bajrami, është ndaluar të agjërohet në ditën e Bajramit. Atëherë si ka mundësi? Është çështja është fare e thjeshtë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Ma min ayamin ala amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Nuk ka ditë ku adhurimet janë më të vlefshme dhe më të dashura te Allahu subhanahu wa taala se ditët e para të Dhul-Hijjes. Ndër adhurimet e ndryshme, a është agjërimi? Është agjërimi apo jo? Normal që është agjërimi. Atëherë është dhe namazi. Atëherë është dhe neve nuk kemi ndonjë transmetim që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka falur namaz më shumë në ditët e Dhul-Hijjes se sa në ditët e tjera.
Ne nuk kemi asnjë transmetim që tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka bërë khatmën e Kuranit disa herë në 10 ditën e parë të muajit Dhul-Hijja, më ndryshe nga ditët e tjera. Atëherë kur nuk kemi transmetime që ka agjëruar ose jo, ka fal namaz ose jo, ka lexuar Kur'an apo jo, e kështu me radhë, atëherë për cilat adhurime ka bën fjalë hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëherë edhe namaz nuk duhet të falim, edhe këndim Kur'anin nuk duhet të këndojmë, pra nuk duhet të lexojmë Kur'an. Pse? Sepse s'ka lexuar pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe nuk kemi transmetime që na vërtetojnë këtë. Mjafton hadithi Buhariut nga Abdullah ibn Abbasi, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, adhurimet më të mira, nëse do të ketë ditë ku adhurimet janë më të vlefshme dhe të dashura te Allahu xhalla xhelalu, janë pikërisht adhurimet në 10 ditën e parë të muajit Dhul-Hijja, ku futet dhe agjërimi, ku futet dhe namazi, ku futet dhe leximi i Kuranit dhe adhurimet të tjera të ndryshme. Domethënë, pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse vet nuk ka agjëruar përveç ditës së Arafatit, s'do të thotë që nuk është e pëlqyeshme të agjërohet. Përndryshe nuk do të shikonim Abdullah ibn Omerin të agjëronte në ditët e para të muajit Dhul-Hijja. Pse? Sepse argumenti është i përgjithshëm në hadithin e Buhariut nga Abdullah ibn Abbasi, ku në adhurimet e ndryshme futen dhe agjërimi, namazi, këndimi i Kuranit e kështu me radhë. Madje kemi dhe një argument tjetër, se mund të thotë në njëri për jush, po të ishte diçka e mirë, do ta zbatonte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Rregulli usuli fikut thot, jo gjithmonë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka zbatuar atë që është më e mira. Për shembull, vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se agjërimi më i mirë është agjërimi i Davudit alayhi salam, i cili agjëronte një ditë po dhe një ditë jo. Mirë, pa ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të agjërohet ditë për ditë. Ditë për ditë është ndaluar. Kurse një ditë po dhe një ditë jo, që është dhe agjërimi i kujt? I Davudit alayhi salam, e ka lavdruar tepër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, por nuk kemi asnjë lloj transmetimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka agjëruar këtë lloj agjërimi. Ka nxit dhe ka tregu me thënien e tij që kjo qen ka agjërimi më i mirë dhe vetë nuk e ka agjëruar. Çka do thotë se nëse është e pëlqyeshme të agjërohen në ditët e muajit dhe në ditët e para të muajit Dhul-Hijja, s'do të thotë domosdoshmërisht që vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam do ta zbatonte vetë i para atë lloj gjëje. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra në raste të ndryshme, ka nxitur për diçka të mirë dhe ndoshta dhe vetë nuk e ka vepruar, siç është agjërimi i Davudit alayhi salam. Kjo do të thotë se ajeti Kur'anit ku thot Allahu xhalla xhelalu, lima taquluna ma la taf'alun, pse ju e thoni atë që nuk e veproni? Po bëhet fjalë për detyrimet, po bëhet fjalë për obligimet. Për shembull, unë them ty falë namazin dhe vetë nuk e fal namazin. Unë them ty agjëroj Ramazanin dhe vetë nuk agjëroj Ramazanin. Të urdhëroj për mirë dhe ne vetë nuk e zbatoj. Të ndaloj nga e keqja dhe vetë nuk largohem nga ajo e keqe. Atëherë kjo futet tek ajeti kuranor që ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu kemi edhe një hadith tjetër që transmeton Imam Buhariu, po ashtu dhe Imam Muslimi, të dy ata në sahihet e tyre, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Ndonjëri për jush nëse agjiron një ditë të vetme për hir të Allahut xhelle xhelalu, nëpërmjet asaj dite Allahu subhanahu wa ta'ala do të largojë fytyrën këtij njeriu, domethënë vetë këtë njeri do ta largojë nga zjarri i xhenemit 70 vjeshta. Domethënë një ditë agjërimi që kryhet me sinqeritet për hir të Allahut xhelle xhelalu, të largon Zoti nga zjarri i xhenemit 70 vjet. Imagjinoni sikur ky agjërim për hir të Zotit të bëhet në njërin prej ditëve të para të muajit Dhul-Hijja, nga dita e parë që ishte sot e deri në ditën e 9, ditën e Arafatit, që është të hënën që do të vi. Imagjinoni sa shumë do të shumë fishohen në shpërblimet të Allahu subhanahu wa ta'ala për ato muslimanë dhe besimtar të cilët nuk tregohen neglizhent, nuk merren mas me përgojime, thashë theme e gjëra të tjera që nuk i përkasin etikës islame, por shikon vetveten e tij, shikon të metat e tij dhe nuk mundohet të shikojë edhe të metat e njerëzve të tjerë. Tani, shkurtimisht do të flasim për disa rregulla bazë të qurbanit,
sepse ne dim fare mirë që në ditën e 10 të Dhulhijhes, që është dhe dita e Bajramit, është sunet të pritet një kurban. Është sunet, po bëhet fjalë, është traditë profetike, ama është obligim apo jo? Apo është me fjalë e pëlqyeshme apo jo? Ne inshallah do të bim argumentet përkatëse me njëherë sipas temës që do të rënditet. Përpara se dalim të rregullat, duhet të dim ç'është kurbani në vetvete. Së pari, kurbani është një ringjallje e rrugës së pastër që ndoqi Ibrahimi alayhi salam, i cili me një ëndër që kishe çu Allahu subhanahu wa taala ishte i gatshëm të flijonte birin e tij Ismailin. Ëndra e pejgamberëve, ëndra e profetëve është hak, është e vërtetë dhe ashtu do të realizohet. Atëherë atë ëndër ky do ta çonte në vend dhe mori birin e tij me fjalë gati për ta fliju për hir të Allahut subhanahu wa taala, wa fadaynahu bi dhibhin azim. Kurse Allahu xhalla xhelalu ja ndroi këtë me një kurban të madh. Domethënë i dha urdhër që s'është nevojë me fliju pjesëtar të familjes, sepse janë njerëz sikurse ty me një fjalë, por merr një kurban preje dhe ajo është me një fjalë një shenjë falënderimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo lloj shëmbulltyre ka ngelur brez pas brezi deri në ditët e sotme, ku nëpërmjet kurbanit rigjallërohet ose ripërtërihet dhe një herë sakrifica e Ibrahimit alayhi salam pikërisht për flijimin e djalit të tij Ismailin. Në të njëjtën kohë, kurbani në jetën tonë të përditshme, në praktikën e përditshme, ka dhe një urtësi tjetër. Po bëhet fjalë për falënderimin dhe nënshtrimin që e tregojmë neve krijuesit dhe furnizuesit ton, Allahu të plot fuqishëm. Në të njëjtën kohë tregon dhe mëshirën e besimtarëve kundrejt njëri tjetrit, vëllazërimin e tyre kundrejt njëri tjetrit, solidarizimin e tyre kundrejt njëri tjetrit, tolerancën dhe butësinë që kanë muslimanët me njëri tjetrin, që të sjellin sa më shumë dobi dhe të ndihmojnë njëri tjetrin në ditën e Bajramit, atë ditë ku të gjithë muslimanët duhet të jenë të lumtur. Atëherë nëse ka dikush që nuk ka se çfarë të haj atë ditë, atëherë ti mund të japësh sadaka, një pjesë të mishit, ai tjetri një pjesë të mishit, ai një pjesë të mishit, dhe çfarë ndodh ajo që të gjithë njerëzit të paktën atë ditë munden të festojnë në një farë mënyre, ashtu sikur sadaka fitri në ditën e fitër Bajramit, që i ndahen fitrat, domethënë për çdo frym ndahet sasia ushqimore e ditës, në mënyrë që në ditën e Bajramit të fitër Bajramit, më një herë pas Ramazanit, mos të ketë njerëz të cilët janë në probleme dhe nuk kanë se çfarë ta festojnë pikërisht atë ditë të mirë. Le dalim tani shkurtimisht tek rregullat e kurbanit. Kur sapo të futet muaji Dhulhijhe, që është futur dje për akşam, pra, personi i cili duhet të vendos pra të bëj kurbanin, ai s'duhet të presë thonjtë e tij dhe s'duhet të heq as një qime kudo qoftë në trupin e tij. Nuk duhet të qethet, nuk duhet të shkurtoj flokët e kështu me radhë. Pse? Në mënyrë që atë kurban që e ka destinu Allahu xhalla xhelalu për madhërim, pra për prerjen e kurbanit për madhërim, atëherë do t'rregojë dhe ky vet një lloj robërimi, për ulësie dhe nënshtrimi ndaj atij që e krijoi. Atë dhe kafshët bashkë. Të gjithë sa janë. Mirë po, kjo është për të gjithë familjen apo për kryefamiljarin i cili ka bërë një dhe ka vendosur të bëj kurbanin. Kjo është vetëm për atë njeri i cili do të bëj kurbanin. Mirë po qese nëse ky vet nuk e bën kurbanin, e vendos që do të bëj kurban, por ja bën kasapi sepse vet nuk di me prej për shembull, atëherë është kasapi i cili duhet ruhet, jo s'ka lidhje me kasapin fare. E njëjti person është i cili nuk duhet të prestojnë dhe as të shkurtojë thënë mi fjalë dhe as flokët e tij. Tani lind pyetja. Në një hadith që transmeton pejgamberi, në hadith që na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë që kur të futet ditët e para të muajit Dhulhijhe, ai i cili ka vendosur të bëj kurbanin nuk duhet të pres dhe shkurtoj flokët dhe as të pres thonjt. A është detyrë kjo apo jo? Domethënë, nëse dikush e zbaton këtë, ka kryer një sunet apo ka kryer një vajxhib, çka do thotë se nëse ti shkove dhe i preve flokët, ke bërë vajxhib dhe nuk të vlen, ke bërë haram dhe nuk të vlen kurbani, përgjigja e kësaj është pikërisht pasi të marrim një përgjigje se a është vetë kurbani vajxhib ditën e Bajramit apo jo. Kjo është e rëndësishme që ne të kuptojmë. Për shembull, Imam Ebu Hanife dhe Imam Maliku, Imam Auza'i dhe të tjerë thonë që kurbani në ditën e Bajramit është vajxhib, është obligim.
Kurse Imam Shafiu, Imam Ahmedi dhe shumica e dietarëve të tjerë, qofshin këta nga sahabët, tabiinët dhe tabi tabiinët, e deri në ditët e sotme, pjesa dorëmuese e dietarëve kanë thënë që është sunet i fortë dhe jo detyrë dhe obligim, pra nuk është vajxhib dhe as farz. Tani argumentet e të dyja palëve. Argumenti i Imam Ebu Hanifes dhe Imam Malikut dhe të tjerëve është hadithi që transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij nga Ebu Hurajra, i cili thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men wajada sa'atan li an yudahi falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ai i cili ka mundësi të bëj kurban dhe nuk e bën kurbanin, atëherë ai mos t'i afrohet namazjas ton, mos t'i afrohet në vendit ku ne falim Bajramin, thot pejgamberi alayhi salatu selam në këtë lloj transmetimi që transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij. Tani, atëherë në pamje të parë, ky lloj hadithi po na tregon qartë se qen ka detyrë të bëhet kurban. Me fjalë ditën e Bajramit për atë njeri i cili ka mundësi. Mirë po të shikojmë me vëmendje, i njëjti hadith e transmeton Imam Daraqutni në sunenin e tij, e transmeton Imam Bejheqiu në sunenin e vogël të tij, po ashtu dhe koleksionues të tjerë, me fjalë transmetues të tjerë në koleksionet e tyre të hadithit, e transmetojnë këtë si thënie të Ebu Hurajrës dhe jo si hadith të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Çka do thotë që nëse kjo thënie është e vërtetë, është thjesht një fjalë dhe mendim dhe opinion i kujt? I Ebu Hurajrës si njëri, dhe nuk është fjalë e pejgamberit alayhi salatu vesselam, sepse në shkencën e hadithit, nëse një hadith vjen në dy forma, si fjalë e profetit dhe si fjalë e sahabiut, dhe zinxhiri i transmetuesve që është si fjalë tregon sikur është fjalë e sahabiut, është më i fortë se ky tjetri, atëherë hidhet poshtë kjo dhe merret parasysh kjo, ashtu sikur thot Imam Bejheqiu, Imam Tirmidhiu dhe të tjerë, Imam Daraqutni dhe të tjerë, të cilët thonë se transmetimi se është kjo një fjalë e Abu Hurajrës dhe jo hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam është transmetim më i fortë. Ndërkohë kemi një argument tjetër që na transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Ummu Selemeja, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Idha dakhala al-ashru wa 'indahu udhiyya wa ahadukum 'indahu udhiyya wa yuridu an yudahiya fala ya'khudhanna sha'ran wa la yaqlimanna dhufran." Thot pejgamberi alayhi salatu sapo të futet 10 ditë i parë i muajit Dhul-Hijja dhe ndonjëri për jush e ka kurbanin, domethënë e ka mundsinë, e ka kurbanin dhe dëshiron të bëj kurban, atëherë, si thot pejgamberi, dhe dëshiron të bëj kurban, atëherë ky njeri nuk do të pres thonjtë e tij dhe s'duhet të shkurtojë apo të pres me një fjalë flokët e tij. Është i njëjti hadith që na tregon gjykimin të kujt? Gjykimin e vetë kurbanit dhe përrjedhoi gjykimin e flokëve dhe të thojmë që a është detyrë që ne mos i presim, është ndaluar apo jo, apo është thjesht një fjalë e papëlqyeshme. Çka do thotë që derisa pejgamberi alayhi salatu wasalam ta ka lënë në dëshirë, e ke kurbanin, e ke mundsinë, e ke kurbanin vetë, me fjalë kafshën, delën apo dashën, çfarë do të thotë apo lopën apo viçin. E ke gati ose e ke parat për me blekte dhe dëshiron ta bësh diçka të tillë, ta kalon për në dëshirë, atëherë nëse ti e zbaton këtë, zbatoj edhe këtë tjetër, thon pejgamberi alayhi salatu selam, mos i shkurto flokët, mos shkurto as thonjt. Çka do thotë se është mekruh dhe e papëlqyeshme pra që njeriu të shkurtojë flokët e tij dhe të shkurtojë edhe thonjt e tij gjatë ditëve të para të muajit Dhul-Hijja deri në ditën e Bajramit, dhe nuk është haram, pse? Se vetë kurbani nuk është vajxhib të bëhet kurban pra në ditën e Bajramit. A kush ka mundësi ta veprojë? Ai është sunet i fortë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Po ashtu kemi edhe transmetimin tjetër ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha ra'aytum hilal dhil-hijja", kur ta shikoni hënën e Dhul-Hijjes, pra shfutur muaj i Dhul-Hijjes, wa arada ahadukum an yudahiya, dhe ndonjëri për jush ka dëshirë të bëj kurban, domethënë e kalon dëshirën e njeriu, atëherë mos të shkurtoj flokët dhe as thonjt e tij. Kjo është mbi gjykimin e kujt? Të kurbanit. Është vajxhib apo jo? Përrjedhohet të kësaj, pra dhe është mekruh e papëlqyeshme që njeriu të shkurtojë apo të shkurtojë flokët apo thonjt e tij. Kafsha po ashtu nuk duhet të qethet. Ashtu si kur ajo kafsh e cila është destinuar të bëhet kurban për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë
kur bëhet fjalë që njeriu nuk duhet të qeth flokët e tij, edhe kafsha që është destinuar për kurban nuk duhet të qethet. Pse? Se është diçka e destinuar e posaçme vetëm për adhurim, vetëm për kurban për hir të Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po ka ihtilaf ndërmjet dietarëve, po qumshtin e deleve apo qumshtin e lopës për shembull që ka qumësh me bollëk, çfarë duhet me bë me fjalë? Ajo mund të jetë e dëmshme për vetë lopën, por mund të jetë e dëmshme edhe për atë që ka nevojë. Shkon qumshi kot dhe nuk e merr me fjalë ai person që ka nevojë. Atëherë për sa i përket qumshtit, mundet me fjalë të milet dhe të jepet me fjalë më e mira është të jepet me fjalë sadaka. A nëse njeriu ka nevojë dhe mund ta shes, nuk ka asnjë gjë të keqe. Të jetë po ashtu kafsha e destinuar për kurban, të jetë e majme, në të njëjtën kohë të jetë dhe pa të meta fizike. Domethënë, mos të jetë për shembull me bish të prerë apo të kputur, mos të jetë e sëmur, mos të jetë e verbër. Mos të jetë e verbër, mos të jetë me vesh të shyer, mos të jetë me brim i fjalë të kputur. A nëse ka për shembull të meta fizike të vogla që nuk prishin punë, për shembull nuk ka problem. Për shembull, një brinjë ka më të madh dhe një brinjë ka më të vogël. Kjo nuk sjell ndonjë problem. A nëse ka të thyrë fare ose me fjalë është e çal, ecën çal, apo është e thyrë, me fjalë ku ta diun se është e shyer në veshët e saj kështu më radh, atëherë nuk bën të bëhet kjo lloj kafshe për kurban, por duhet të zgjidhet një kafshë mirë që të njeriu të tregoj jo vetëm sakrificën, por të tregoj dhe gatishmërinë që në këtë lloj sakrifice është i gatshëm të sakrifikojë atë që është më e mira dhe jo të bëhet kurnac dhe kopras me nimetet, dhuntit dhe begatit që ja dha vetë Allahu subhanahu wa taala këtij njeriu. Po ashtu kafsha e destinuar për kurban duhet të theret pas faljes së Bajramit dhe jo para Bajramit, siç është rasti e Abu Burdes që transmeton Imam Buhariu, i cili e preu kurbanin përpara, atëherë nuk lejohet, por duhet ta pres kurbanin mas namazit. Deri kur zgjat kjo, nuk është kush që kurbani të pritet më njëherë pas namazit, por mund të pritet në ditën e parë të Bajramit dhe në 3 ditët që pasojnë që quhet ditën e Tashrikut. Ditët me fjalë që kanë qenë zakon më parë, merrshin lëkurat dhe i thanin me fjalë, të gjithë këto futen te që në ditën e Tashrikut, pra mundet dhe ka tolerancë njeriu ta pres kurbanin në ditën e Bajramit dhe në 3 ditët që pasojnë. S'kishte mundësi ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, ditën e katërt e kështu me radhë. Dhe thjesht për ilustrim këtu të shpejt, është njohur tek populli ynë që Bajrami që po vjen tash është Bajrami i madh apo i vogël. Populli e njeh që ky është Bajrami i vogël dhe Bajrami i madh është kush? Bajrami i Ramazanit. Në Islam është e kundërta. Ajo është vetëm një ditë ka e Bajrami i Ramazanit, ndërkohë me fjalë ditët e Tashrikut, ditët e madhërimit, ditët e tekbireve, siç do të vinë dhe çështja e tekbireve inshallah, vazhdon ditën e Bajramit dhe 3 ditë prapa. Dhe ai quhet Bajrami i madh, pse? Se nuk është çështje thjesht si ti falë Bajramin në xhami, por bëhet fjalë dhe mbledhje e gjithë haxhinëve atje në Mekë për të madhëruar Allahun xhelle xhelalu dhe për të kryer ritet fetare të haxhit. Po ashtu nuk lejohet që t'i jepet kasapit si hak pune, lëkura ose mish apo diçka domethënë prej kurbanit. Ti mund t'japësh hak pune pare, mund t'japësh diçka tjetër, por jo kafshën që është destinuar për kurban. Pse? Për ndryshe ti do t'jesh në dilemë me vetveten tënde. Këtë lloj sakrifice, këtë lloj adhurimi, a ke vepruar që të bësh një lloj tregtie, t'japësh hak dikujt me ta apo jo, apo është në total 100% për Allahun xhelle xhelalu. Nëse është total 100% për Allahun subhanahu wa taala, lëkurën nëse nuk e merr për vete, që të kesh dobi ta thash edhe ta bësh me fjalë për ta përdorur me fjalë në shtëpi e kështu me radhë, atëherë jep sadaka, ashtu dhe pjesë të mishit me fjalë jep sadaka e tjera si këto. Mishi tani në sa pjesë do ndahet, se në bën lam shmileti, njëri thot 2, njëri thot 4, njëri thot 3, njëri thot më gjithë vet, s'ka asnjë lloj gjoje. Në surën Hajj, Allahu xhelle xhelalu thot: "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra." Thot hani vet nga ajo, fillim merrni diçka për vete, po ashtu i jepni el qani wal mu'tar. El qani janë ata njerëz të cilët nuk e kanë problem të lypin diçka. Wal mu'tar janë ata njerëz të cilët janë nevojtar, mirë po e mbajnë në veten dhe nuk duan të lypin njerëzve. Dhe nuk i tregojnë njerëzve që unë jam nevojë më jap diçka. Mirë po ti mund ta kuptosh në një mënyrë, nga një mënyrë. Atëherë çfarë bën? E han për vete. Ai që nuk e ka problem marrjen e sadakas, ja jep sadaka. Ai që ka problem ta shfaq vetveten e tij, ja jep në formën e dhuratës. Një ajet me 3 fjalë i ndau me fjalë se ku do të shkojë mishi.
Prandaj dhe kanë thënë shumë prej ulemave që pjesën e tretë, pra një pjesë e man për vete, një pjesë ja jep fukareve që kanë nevojë, dhe pjesën e tretë disa ulema kanë thënë ja jep farefisit. Pse? Sepse në mesin e farefisit e kanë të vështirë njerëzit me thënë, o filan, më jepi 2 kg mish më fal nga ai që there. E kanë problem. Ai ja ka qefi për shembull, të ushqehet nga ai lloj mishi, por i vjen zor. Atëherë ti e din shumë mirë gjendjen e tij që nuk e ka gjendjen të mirë, në të njëjtën kohë shikon se ai nuk po të lyp diçka, atëherë jep në formën e dhuratës, në mënyrë që edhe ai të ruajë më fal atë prestigjin apo autoritetin e tij. Mirë, po ndarja e ajetit pikërisht në 3 pjesë, një pjesë për vete, një pjesë sadaka për ata që meritojnë sadakan, dhe një pjesë atyre nevojtarëve të cilët nuk e shfaqin nevojën e tyre, nuk është se do të ndahet në formë të barabartë. Vjen për shembull dela 20 kg, edhe ti do të ndash në 3 pjesë në detaje. Ja, mund të marrësh edhe 2 kg për vete, mund të japësh edhe 10 kg sadaka, mund të japësh edhe 5 kg me fjalë dhurat. Nuk ka lidhje fare. Domethënë mjafton ta ndash në 3 pjesë, edhe pse të treja pjesët nuk janë të barabarta. Lind pyetja, po mirë, po sikur të maj për veten time më shumë, a bën ka problem? Nuk ka problem fare, mjafton që ti e ke zbatu këtë ajet kuranor, e ke ndarë në 3 pjesë, sepse nuk ka asnjë argument tjetër që na thotë se këto 3 pjesë do ndahen në formë të barabartë, përndryshe nuk vlen ndarja. Shkurtimisht ishin rregullat mbi kurbanin. E thash me fjalë në formë të shpejtë. Kemi edhe diçka që është tepër e rëndësishme, që në ditën e Bajramit, në hax për shembull, kush ka qenë dhe ka pa, përveç lebek Allahumma lebek që ndërpriten me fjalë në kohën e caktuar, në ditën e Bajramit, po ashtu dhe në 3 ditët e Teshrikut, është sunnet, është e pëlqyeshme të bëhen tekbire. Mirë, po ka një ikhtilaf, tekbire me madhuru Allahun xhelle xhelalu, Allahu Akbar gjatë ditës, edhe gjatë natës. Mirë, po ka një ikhtilaf ndërmjet njerëzve, gjithmonë tek bashkohorët, që a do të bëhet tekbiri me z apo me fjalë bashkarisht, apo do të bëhet tekbiri me fjalë gjithsekush me vete. Këto kanë thënë pse nuk ka qenë e njohur te selefët. Shumë bukur, nuk ka qenë e njohur te selefët. Po më na i gjej këto transmetime ku që nga selefët, të cilët na tregojnë se ato tekbirin gjithsekush prej tyre e bënte veç dhe nuk e bëshin të gjithë bashkë. Bëjmë nxirri. Nëse do të gjesh, atëherë do të na bësh të përfitojmë. Mirë, po shikojmë të kundërtën. Imam Buhariu na transmeton në Sahihun e tij që Abdullah ibn Omeri bënte tekbir me z brenda çadrës së tij. Edhe tekbirin Abdullah ibn Omerit e dëgjonin njerëzit që ishin në xhami, në Mina, kur ishin në haxh. Edhe të gjithë sa ishin në xhami fillonin tekbiret me z, saqë zëri të gjithëve bashkë shkonte në tregun e Minas, edhe të gjithë tregu pasaj u shëtonte nga tekbiret që bënin së bashku. Po ashtu Imam Buhariu transmeton në Sahihun e tij, unë do të ka vetëm 2 transmetime për vetë, domethënë nga selefët, po bëhet fjalë, se transmetime po të shkosh te Abu Davudi, Beheqiu e Tabarani këto me fjalë, ke aq shumë sa nuk di nga të fillosh. Po ashtu Imam Buhariu transmeton në Sahihun e tij që Omer ibn Abdul Azizi bënte tekbire me burrat së bashku brenda xhamisë së tij. Të gjitha këto argumente me fjalë, pse i injorohen me shkak, me qëllim apo jo? Sepse kështu është tipos në kokë 1, 2, 3, 4, 5 personave, o kështu o bjerë vdis, o kështu për ndryshë është bidat, o kështu për ndryshë është risi e ti vetë Allah që nuk vjen me argumentet të sakta, dhe nuk vjen me argumentet të forta, dhe shkon dhe injoron me fjalë pikërisht në nxora 2 transmetime, të cilët janë tek Buhariu, në mënyrë që nëse nuk din dhe transmetimet e Buhariut, atëherë kjo është çështje që nuk na përket më neve. E rëndësishme është që ne duhet të madhurojmë Allahun subhanahu wa taala, mirë po do bëjnë ndonjëri për jush. Po pse pikërisht ka ngelur zakon që të bëhet tekbiri mas namazit? Kush tha që tekbiri do të bëhet mas namazit? Mas namazi është mundësia jon që mund ta bëjmë, sepse ajo është namazi që na mbledh. A nëse ne do të kemi mundësi, siç jemi të gjithë bashkë, me bë tekbir, qoftë individuale apo qoftë të gjithë bashkë, edhe jashtë namazit, edhe në ndërmësim, edhe në përhytbe, e kështu me radhë, në 3 ditët e Teshrikut, ditën e Bajramit dhe 3 ditët e Teshrikut, atëherë veproje, zbatoje, kush tha mos me e zbatu. Atëherë ose do të ecim me atë që është transmetuar nga selefët tan, mirë për argumente që ekzistojnë dhe jo me argumente në tym, dhe duke dhënë xhevap te feja Allahu xhelle xhelalu, gjithse kushi me kokën e vet, joja se janë duke ndjekur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun subhanahu wa taala të ne pranoj adhurimet tona,
pikërisht në këto ditë të muajit të shenjtë të Dhulhixhes dhe të na bëjë të mundur të na forcojë dhe besimin ton me punë të ndryshme, s'është kush më uçu, më fal namaz natë, më xhiru të gjitha ditët kush nuk ka mundësi kështu më radh, por të paktën mundohu të bësh adhurime qoftë dhe nga ato më të lehtat. Një faqe Kur'an, 2 faqe Kur'an, 100 herë la ilaha illallah, mund të bësh 100 herë subhanallahu wa bihamdihi, 100 herë astaghfirullah, këto gjëra sunete që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij të përditshme. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik.